Ndeshja futbollistike Shqipëri-Serbi shpërfaqi edhe një herë urrëtitjen e serbëve për popullin shqiptar. Shpërfaqi brohoritjet nacionaliste të tifozëve serb kundër shqiptarëve, sikur në kohën e Miloševićit. E kaluara, Ballkani dhe e ardhmja, të shtunën në emisionin Randevu. Debat për urrëtitjen, politikën, sportin dhe integrimin. A janë popujt e Ballkanit pengë së kaluarës? Sa kanë ndryshuar serbët 15 vjet pas shpërbërjes së Jugosllavisë? Çfarë dëshmojnë ndeshja futbollistike Serbi-Shqipëri? A mund të pajtohen popujt e Ballkanit? Ballkani, rruga për në bashkimin evropian. Të shtunën në orën 16:10 në Randevu me gazetarin Korab Lecaj.